Ja, pra, dëgjëdashur, kemi një musafir të veçantë në Radio Lindje, është kënaqësi shumë e madhe, pra, kur kemi musafir në këtë kategori, se nuk I kemi çdo herë, çdo vit e kështu me radhë, atëherë do të kemi një temë shumë të bukur, një temë shumë interesant, një spjegim që ne do ta kuptojmë shumë më mirë sa I përket identitetit ton edhe përkatësisë tonë, do të thonë se ne kemi një identitet për shembull që jemi shqiptar, po duhet I përkasim diçka fit. Tash ai përkasim fesë, e cilës fesë e kështu me radhë. Në këtë rast me neve sonte në studio doktor Musa Musaj. Është kënaqësi të kemi në studio, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, kënaqësia është edhe jona, domethënë të jemi pjesë e Radio Rilindjes këtu në Oslo. Do thotë me dy miqtë e mi, do thotë ju falenderoj shumë për ftesën edhe për konsideratën edhe për mënyrën se si ju e trajtoni dhe I kontriboni shoqërisë dhe kulturës shqiptare në përgjithësi, vërtet është kënaqësi. Faleminderit dhe nga ana ime, përshëndetje, më thonë edhe për dëgjuesit dhe shikues që na ndjekin sonte në emision pra me profesorin, doktorin Musa Musaj. Vjen nga Gostivari, po mes Gostivarit e Tovës, më thonë apologu, domthonë pjesa më e mirë e asaj Maqedonie tonë që e kemi atje. Profesorin nderuar, mirë se erdhe sonte në praninë edhe të xhamatit më them, antarësimit të kësaj qendre të madhe që jemi këtu në Oslo, që po të presin me padurim të jeni edhe pjesë e tyre tash, ne jemi edhe në prag të iftarit, domethënë në hapjes së agjerimit të ditës së sotshme. Ishte kënaqësi kur ju kishim edhe para disa muajve, kur ishte një organizim goxha madhështor me madhin Hoxha Lil Kastratin, kështu që ju nuk ju keni larguar kur edhe aty eventeve që I ka pas vetë Halili në organizime të ndryshme. Kështu që kënaqësi e veçantë edhe për neve sonte ne këtu dhe dëshirojmë që pak ta dëgjojmë zërin tuaj në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Po gjithsesi, do të thënë me ftesën e qendrës shqiptare islame këtu në Oslo në Norvegji, do të thotë ne do jemi sonte me një paraqitje tonën duke folur mbi vlerat e besimit, mbi pikpamjet të cilat ndoshta njeriu e shohim si një lloj furnizuesi kryesor I jetës shpirtërore, përbërjes identitare, antarësimit. Paramendojni në psikologjinë sociale ne gjithmonë diskutojmë këtë rëndësinë e antarësimit në një çështje. Madje edhe ajo pjesa piramidale e Abraham Maslowit mbi nevojat bazike të njeriut, do thotë e treta me radhë, nëse flasëm e para është nevojat fiziologjike, dashuria dhe siguria dhe pastaj antarësimi ose aderimi në ndonjë organizat, në ndonjë qendër, ti je pjesë e një kulture, pjesë e një aktiviteti shoqëror, është ajo që e përmbush njeriun dhe jo rastësisht llogariten si komponenta identitare të kësaj çështje. Pastaj vjen edhe vetë respekti dhe vetë aktualizimi, por janë mbi këtë si komponenta që e shoqërojnë. Tash ne gjithmonë mendojmë se pjesët e besimit ose pjesët e identitetit si të tilla që vinë edhe me burime religjioze dhe me burime shpirtërore, pa më dyshje që kanë një qëllim që njeriu t'ia bëjë jetën me kuptim. Realisht, ato që sot ndoshta e shohim në përgjithësi me proceset globale, me dinamizmin e varësive nga teknologjitë digjitale, kjo është një realitet I pamohueshëm. Do të thonë, paramendojeni deri 2020 varësia e njerëzve nga rrjetet ka qenë diku mbi 4 deri 6 orë. Tash është 8 deri 11. Është një momentum I veçantë lidhje me atë se njeriu sa mund si qenje të huajsohet, të bëhet ndoshta edhe I huaj për vetveten. Edhe në këto procese ne mendojmë se besimi është ai që njeriu e ofron pranë një realiteti në kuadër të së cilit duhet shkëputur për momente caktuara prej krejt atyre preokupimeve, ngarkesave që çdo kush I ka, mund të jetë puna, mund të jetë këto hobit e caktuara të cilat edhe për një moment do të thënë ajo paraqitet si një lloj oferte apo për gjendjen një lloj prehje shpirtërore mund t'i themi, për arsye se synohet përmes asaj ajo qetësia e brendshme e njeriut. Do të thënë njeriu duke u mbështet në një krijues të përgjithshëm, kjo I ngjan për shembull çdo një anije që lundron në oqean ose në det, I nënshtrohet dinamikave të ujit për atë uji e bardhë, se nuk do kishte logjik uji të bardhë një anije me 500 ton, a mos e baje një person që ka 80 kg nuk din notoje. E tash ai që e ka këtë gatishmëri për t'ju nënshtruar në mënyrë të plot,
këtyre vlerave besimore për ta kuptuar njeriu që nuk është i braktisur, edhe ai nuk është i rastësishëm, edhe ai nuk është pjesë e kësaj jete pa ndonjë investim. Unë shpesh herë them edhe analizoj këtë për të funksionuar jeta ime personale. Në univers duhet të funksionojnë në mënyrë të përkryer 10 milion sisteme. Do të thonë jeta ime është e kushtueshme. Njëri vërtet del në treg edhe blen 1 kilogram molla edhe i paguan ato, por shembull sa është 500 kruna këtu ashtu, të themi, apo 500 kruna edhe thot i blejta mollat. Unë mendoj se nuk i ka blej mollën, e ka blej transportin e mollës. Sepse për të funksionuar një mollë më para, do të thonë shkëlqimi i diellit apo tabaka e ozonit, krejt këto funksione, do të thonë lagështia, uji, ajri, krejt këto duhet të funksionojnë në mënyrë të përkryer që ato rreze ta bëjnë të pjekur një mollë. Apo toka duhet të rrotullohet rreth orbitës së saj, po e themi me 1670 km apo në minutë, edhe me 108.000 km rreth sistemit diellor. E tash nëse këto nuk do funksionojshin, ne nuk do të kishim këtë mundësi. E njëjta është edhe që ta kuptoj njeriu se sa investim ka tek ai. Unë këtu e shoh këtë parametrin kryesor. Madje edhe kjo pjesa edukative, të themi, edhe e agjërimit që është komponent besimore. Ne pajtohemi, po, në agjërim ka komponenta shëndetësore të jashtëzakonshme. Një ndër ato është më e rëndësishmja 2016 një shkencëtar japonez mjek, Yoshimori Ohsuni, po e përmendi edhe emrin se ajo meriton të përmendet edhe me referencë të fuqishme, 2016 e mori çmimin Nobel mbi një proces që quhet agjërim. Nuk do të thotë se agjërim i ngjashëm me këtë që e bëjnë besimtarët musliman. Por agjërim bukfalisht vetëm me ujë, do të thënë në intervale kohore. Dhe ai thotë, një individ që ka agjëruar më shumë se 4 ditë, do të thënë në organizëm paraqitet një nevojë. Çfarë nevoje? Alarmohet organizmi. Po, në uri, në etje, organizmi kërkon furnizim. Dhe çfarë thotë ndodhen? Në këtë alarmim, qelizat e organizmit ton të shëndosha për shkak të nevojës fillojnë thotë të konsumojnë qelizat e dopta dhe të smura. Që bukvalisht thotë i bie kjo si një pastrim general. Një detoksim, si themi. Detoksim. E tash këtë aje ka quajtur autofagji ose autofagi, varësisht si e martojmë, edhe brenda kësaj, do të thonë, nuk ka mundësi njeriu mos e shoh këtë dobi edhe këtë komponent të ndërlidhur me një vlerë besimore, por gjithnjë duke sinuar diçka që është, apo njeriu t'i bëhet me dije, shif, 11 muaj investon në trup, organizmit tonë, furnizoje si të duash. 1 muaj vendos një regjim. Do të thonë një disiplinë në suaza të së cilës ti të thuhet se nëse agjërimi është pranverë për shpirtrin, siç është pranvera stin për gjelbrimet, për gjallërimet e krejt natyrës në tërësi, apo dhe ajo veshje e gjelbërt që ndodhen si proces, atëherë me siguri kemi edhe një veshje, një gjelbrimi caktuar, një gjallëri të cilën sigurisht që e përfitojmë përmes kësaj forme. Mua ka shumë njerëz më kanë pyetur, kanë thonë, po mirë, çka fiton Zoti nëse prej nesh kërkon që ne me uri edhe me etje? Apo, çfarë është përfitimi i atij? Unë mendoj se edhe të kjo ka një pjesë urtësie dhe e kam diskutuar edhe me miq edhe kur ja kam treguar, mendoj ata thonë që duket përmbajtësore. E them kështu, shifni sa interesant. Një foshnjë, një bebe, 5 muajshëm, në kuptimin e forcës, nuk ka forcë. A mund ta imagjinojmë një foshnjë të kish pas mundësi të flase edhe ta urdhëroje babën, ti thosë, bab, ti shko, paguaj faturat, bëne këtë punën, rregulloje, pastroje veturën, oborin, atë, këtë. Në këtë mënyrë s'do kishim toleruar, se ti thot nonës vet, shif non ti, futu në kuzhinë, pastroj këto, hekurosi teshat, atë, këtë, do kishte qenë e paakceptueshme. Sepse prej ti nuk pritet kjo pushtet, kjo forcë ta ketë, ta posedoj. Mirë po, interesant është, Zoti foshnjave ju ka dhënë një forcë tjetër. Apo, një e qajtur e bebes alarmohet krejt shtëpia, krejt një kam. Bile çdo kush mundohet të bëje diçka, ta qetësojmë, ta zbusëm, gjendjeze. Për mendimin tim, edhe gjendja agjëruesit është si gjendja e foshnjës. Ne
si organizëm, pas orës 4, 5, ose këtu në Norvegji, për shembull verës, kur mund të jetë në ora 21:50, ose do të thonë është vërtet ekstrem një periudhë kohore shumë e gjatë. Apo, edhe tash njeriu mbas orës 5-6 bie i plokësht, s'ka energji. Mirë po, e tash këtu është ajo pjesa e motivimit shpirtëror. Sipas meje, këtë gjendje të plokështisë, në të cilën mund të kaloje ndonjë lutje, ndonjë dëshirë për dikë. Apo thjesht e shpreh një energji pozitive të o Zot, jepjeve këtij diçka. Unë them se në këtë gjendje të dobët fizike, trupore, organizmi njeriut që e ka, ajo lutja, ajo klithma e lutjes që ai mund ta shfaqe për dikë i kalon krejt hemisferat e stratosferat e nuk ka më pengesë. Do të thonë vetëm edhe engjujt mund të radhiten gaditu të thonë urdhnoset kjo është e merituar. Për mendimin tim, do të thonë kjo duhet të jetë ajo pjesa që ne e shohim ndoshta si vlerë bazike dhe si një lloj prehje shpirtërore ose ushqim shpirtëror, këtu dikundi duhet të jetë, pa më dyshje. Po shumë mirë me të vërtet kur dëgjojmë prej një njeri, profesor doktor Musa Musaj, që kjo është ajo që duhet ne, se nuk dim, as edhe ne bomi që dim, po me ditë nuk dim. E është mirë për shembull që njerëz si profesorin që kemi ta dëgjojmë, ti lexojmë ato libra, se çashtu shkruan edhe në libër, edhe në librin e shajt të Kuranit. Ikra, do me thonë është një fjalë ikra. Çdo hoç që kemi pas në musafir vite, çdo tretën fjalë kur e shpjegojnë thonë me lexu. Po hajde bre të bëjmë çato që po thonë, sa ata po thonë diçka, le të provojmë. Ta zbërthejmë. Alush, profesor, tani është ne e dim se rinia jon e tha edhe vetë se është shumë media, është në rrjetet sociale gjatë gjithë kohës. Edhe servo gjithçka, servon nga ata më të mira, ndoshta ato negative, si ato baktere që i kemi në trup nere, ato domethënë negative, pozitive. Edhe kështu tash nuk di se sa mund të jetë ka përpërsirë të kapin ndoshta nga ato negative më tepër, edhe ta llogarit si lloj shfrenimi, si lloj domethënë ta kalon ditën atë formë. Edhe duke i ikurës gjërave më të mira, më që servohen në rrjetet sociale. Ku është sot rinia e jonë, për shembull, në këtë, sidomos, ne nuk po flasim tash për muajin e Ramazanit, sepse feja muslimane nuk ka shumë po, ashtu. Edhe tash ne ku jemi pra me rinin tonë, ju jeni profesor Ligjeroni, domethënë edhe i dini nga afër, e prekni domethënë, gjithë këto tema e preken çdo ditë me studentët juaj atje, edhe këtu në Norvegji, unë mendoj tash në shtetet e Perëndimit, ndoshta ne jemi pak më të larguar nga ajo se ofron vendlinja mundësinë edhe të qenit më afër pesë Zotit, po ashtu. Të përditshëm me realitetin që jetohet në shoqëri. Unë gjithmonë kësaj do isha referu me Viktor Frankl, është ky psikiatri, psikologu i madh austriak, do të thonë që e ka atë veprën kryesore në kërkim të kuptimit për jetën. Mendoj se gjëja që më shumë i mungon sot shoqërisë, po e them, ndoshta më të atakuarit këtu mund të llogaritet kjo pjesa rinore, për arsye se nëse përpara ka qenë koncentrimi një individi fliteshte për 30 minuta, 40 ta mund ta ndëgjosh dikë. E sot kjo ka rënë në sekonda mund matet. Për shkak të atyre videove pa ndërprerje që qarkullojnë dhe rrotullohen nga 100, 200, 5.000 herë, 10.000 herë, do të thënë rrotullime të çuditshme, por është ajo që i ndodh te njeriu është ky defokusimi. E tash ky lloj defokusimi që i ndodh njeriu në fakt e humb këtë kuptimin e jetës. Ne themi se qendrat, sikur këto, radio, sikur kjo që ju e mbani, mësimi shqip që zhvillohet, krejt të janë tek tentativa për ta mbajtur gjallë atë themi atë damarin e funksionalitetit të jetës shoqërore. Edhe në përgjithësi, mirë po, një realitet të cilin ndoshta ne nuk mund ta mohojmë është kjo. Sot vërtet njerëzit e kanë humb synimin në drejtim të asaj se për çka jam unë këtë. Themi, nëse ne mendojmë se vetëm për të shfrytzuar të mirat materiale, njeriu paramendojeni, e bën rezervimin, po e themi në Maldive, ose shkon në Bali. Ende nuk ka shku, fillon të mendohet se si do i duket e mërzitshme. Ose shka shku atje ultra all inclusive, ditën e 3-4 diçka i mungon. Ne mendojmë se në këtë valën e këtyre kërkesave që
imponon koha, dinamizmi, stili i jetës, stylingu, ne jemi të vetëdijshëm se çfarë sot kërkohet në mbar proceseve shoqërore. Megjithatë, këtu gjithmonë them se kjo edukata fetare, kultura fetare, proceset e besimit, janë si një lloj, e keni parasysh, si një lloj litari i cili mund të shpëtoj shumë çka nga ai, po e themi, nga ajo dinamizmi, nga katrahura që ndoshta mund të jetë krijuar në jetën e dikujt. Edhe de facto këto janë krejt adresa të sakta lidhje me garancon ose me mundësinë ose ofertën që njeriu ta sheh, shif, pas ka edhe një veprimtari shoqërore. Do nuk është ajo vetëm individi të egocentrik të na bëj jeta. Jeta nuk është e krijuar që ne të kemi vetëm për veten edhe individualisht jemi të furnizueshëm. Sepse atëherë s'do kish kuptim Adem Demaçi, Nelson Mandela, do të thënë gjithë ato sakrifikime që ata i kanë bërë për të mirën e shoqërisë. Pse e them këtë? Unë mendoj kështu. Do besoj se do jetë e kuptueshme. Dikush që sakrifikon diçka, apo për një çështje, vetëm vetvetes i shton vlerën. Nuk humb asgjë prej asaj çfarë posedon. Për shembull, pambuku, në momentin që vendoset të bëhet penë, a kalon përmes disa shtypjeve, temperaturave, nuk e di, dridhjeve, krejt ato, por si penë është më i vlefshëm se sa si pambuk. Peni që bëhet shtof, si shtof është më i vlefshëm. Po ato qepjet, ato goditjet janë të vështira, ama ja rritin vlerën vetë atij. Edhe ai shtof që bëhet kostum, apo si kostum është larg asaj ku ishte pambuku, edhe peni edhe krejt këto. Edhe me njeriu unë mendoj se kalon i njëjti proces. Një njeri që sakrifikon, po e them për familje, nuk ka humb asgjë, vetëm i ka shtu vlerë vetvetes, si antari një familje, si antari një shoqate, si antari një klubi, apo si antari një organizate të caktuar në të cilën kultivohen vlerat. Tash flas gjithmonë për vlerat kombëtare, duke e patur parasysh se të jetuarit në Oslo, në Norvegji, apo është një mundësi edhe shans për shumë çka, por edhe një dikush që do bëhet referencë për ta ofruar këtë sakrificën që të ketë një radio apo rilindje me emër të madh, të rëndësishëm, që e përfaqëson rilindjen kombëtare, pa më dyshje. Atëherë në këto rrethana them se duhet parë këtë pjesën në kuadër të së cilës edhe besimin po se e kyçim nuk humb asgjë askush në këtë konstelacion. Dhe ne duhet të çlirohemi prej krejt mekanizmave. Nuk e di, për mua e keni parasysh, lloj tematikash aktualizohen. Për shembull, ai tregoni ju në Norvegji sa mund të jetë problem, për shembull, konvertimi. I përditshëm çdo mund, apo është çështje në vetvete. Edhe duhet lanë dinamikave të lira, as pak mos me u lodh se kush me cilën bindje. Ai historiani italian unë e kam lexuar se te psikologjia e konvertimeve janë disa hulumtime shumë interesante. Vinet e thot kështu: më lehtë thotë është ta çlirosh Romën për një ditë se sa t'ja ndryshosh bindjen dikujt. Pse? Sepse aty është përvoja, është do të krejt ai bagazhi që unë e kam akumuluar brenda viteve, e tash dikun të ka ndodhur ndonjë shkëndim, ka orientuar në një çështje. Lëre njeriu, le të eksploroj, le ta sheh, apo le ta ndjej, le ta prek. Shqisat jo rastisht për atë janë. Edhe ato shqisa janë ashtu të rregulluar, do të thënë thotë 83% do i mësojsh gjërat duke i pa, 11% duke i dëgjuar, 3.5% do i përmes nuhatjes, 1.5% përmes shijes, edhe 1% përmes prekjes receptorëve të lëkurës. Edhe përfundon procesi, nuk do të me stërngarku gjërat, le pak ma në një relaks të mirë, të këndshëm, vetvetiu le të zhvillohen, pa ndonjë tendencë, ne nuk jemi homo homini lupus est. Pa, ne nuk e përfaqësojmë idenë asaj njeriu për njeriu në shtujk. Ne përfaqësojmë idenë asaj që thash në fillim Maslowit, atë qenien humane për t'ia ofruar mundësinë e zhvillimit ose ngritjes së tij. E në këto rrethana unë gjithmonë thash besimin duhet ta shoh si një shkëndi, si një dritë e cila shkëlqen, po jo çdo kush e sheh shkëlqimin. Të dritët që i kemi si për ne nëse u arritim lumenin, fuqinë e shkëlqimit, apo vim në një situatë, për shembull, ne nuk e vërejmë,
Por ajo është aty. Edhe e njëjta, kur shkojmë kinema, ne nuk shohim të drita, shkohim të shfaqja asaj në mur ose në një pëlhur ku bëhet. Andaj them se edhe shfaqja e besimit në jetën fetare të njerëzve, edhe veçanërisht po them për të rinjët, me siguri duhet të jetë një ofertë që do e bëjmë me vlera. Do të thonë, le të bëhemi ne model të përshtatshëm. Le të jemi ne njerëz të cilët do e kultivojmë këtë dhe pastaj gjërat do ecin vetë. Atëherë ne nuk do të vazhdojmë më shumë se është koha ka ardhur edhe po na bojnë pres tash ata për mas atje që të vim në alt atje sepse edhe pak është edhe iftari. E kështu që kjo koha, do të thonë këto minuta janë çash vlefshme për ne, so pamuki deri te ato teshat ka do isha me thonë. E kështu që faleminderit shumë që e gjete kohën që erdhe, ne do të përcjellim pastaj prapë edhe në tribunën, edhe kjo është e kënaqësi me të vërtetë ta dëgjojmë, edhe herën tjetër kur na vjen profesori do të kemi tema pak më të mira, më të thella, ndoshta edhe më pozitive, me motivim. Pozitiv gjithmonë. Njerëzit të arritin motivimin, ajo është më e rëndësishme. Por ti demotivu ka plot. Shumë. Po kalojmë gjeneratën e tretë të Norvegji dhe do t'ju servojmë diçka më tepër gjeneratës më të re, më të mirë. Ju jeni dëshmitarët më të denjë të këtij procesi dhe ju mos miri i shihni këto. Thash, larmania e aktiviteteve dhe angazhimeve du t'jetë ashtu joshse, diçka të më tërheq. Po, edhe ajo që do më tërheq, të ketë një kuptim se për çka bëhet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit për sa nderuar. Sonte do të kalojmë, besoj që shumë mirë alush edhe në tribunë, më them ligjërat, se profesorët kanë dëshirë të ligjërojnë, ne do të dëgjojmë. Në vëmendje edhe kjo psikologjia e kuptuarit, njerëzimit ton, është mesaj domosdoshme. Pasi që thash kemi një rini të re, një rini shëndosh, shumicën tash që të shef edhe vetë profesori, do t'i ketë nga universitetet e Oslos, universitetet e ndryshme këtë Norvegja që i janë duke studiu, kanë mbaru edhe kanë tash gëzojnë punat mira këtë në Norvegji edhe janë pjesë edhe radiolinjës. Faleminderit. Ju përshëndet mbara edhe juve, vetëm sukses edhe takimet kështu të këndshme. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në gjdo hap, në gjdo frymarrje, radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, e mëri vetëm qëndrese për bashk. Radio Rilindja, zemra që ra për çdo shqiptar.